Ndryshe. Isha një fundjavë në Athinë, edhe fundjava ime mban në emrin këngën Nase do, po sa Ka bërë Nami në këngë, ha? Me thonë drejtën, kështu më thonë edhe çunat, ore është bën Nami me këngën, po unë s'dal, a kupton, s'digje, unë jam me një kështu me një fluc ka tjetër durrës. Po dilin çik më plak. Edhe s'dal fare. Bëhet Nami, ja prit tani, dhe ishim teatr, e thot Argjiro, sot falni thot, tani do ju prezantojmë një këngë të re, thot, e kam bërë me super artistin shqiptar Noizi, shpresoj shumë t'ju pëlqej dhe gjysma e teatrit. Edhe gjysma e teatrit. Noizi. Thash po pas kemi qenë gjithë shqiptar këtu. E marrim dot në telefon, e provojmë dot? Gjirosin. Apo s'ke aq muhabet konfidenca. Jo, më besoj që kam. Hajde inshallah. Po sa unë që s'di as fjalë greqisht, po që Po ti a di anglisht ai si? Ule bazën. Ule bazën, ule. Kush e di ku është ai? S'po e shkon Zilja. Mos është në avion, mos është në lëvizje. S'ka Zilja, lere. Unë dogjim. Jo, ringi lexon. Ore mos jam lidh me kufjon 100%. Po. Mos ka thënë ai alo, po është ke kufje të Noizit, parkuar diku aty. Një telefonat kurs për Argjiros. Mendoj. Nuk shkon Zilja fare. Pse? Në dogjim, s'ka gjë. Jo, provoj edhe një herë. Më thuj call me back plak o thuj, Agapi. Agapi I them unë. Ja të provojmë dhe një për të mos është kjo VPN-ja që më prishmë. Më noj. Kush e di çka Dhe ke ishte aty? spektakël, kam shumë qef ta kemi në studio dhe na përshëndesi. Po si jo, po a di duhet t'ja le vërdisit vitu që ju masi besoj që bën kështu koncerte edhe këtej nëpër Ballkan. Mund të futesh mik? Ai çik mik duhet për kështu gjë. Ndërkohë që mos u shqetëso shumë Noiz, s'doli, nuk ka problem. Thuaj më telefono pak, se merr vetaj. Jo, shive çam thot. Ha. Not working dhe ma çam thot. Not working? Yes. Not working. S'ka val. Noizi ka dhe 161 WhatsApp në pritje. Ti kthej përgjigje. Presin ata aty, ha. Mirë, ndërkohë Noiz. Pse erdha? Do kesh parasysh se Call ne back, kemi thuaj, call me back. Me përgjigjet mund të jemi çik më strikt, më konciz, ha? Se mos duam t'i bëjmë gjitha pyetjet prandaj. Po ja se do na e sjelli në studio. Noiz, fansat e tu janë ata që ke pasur apo çdo moshë e re edhe këta që të pëlqejnë ty në fillim, gjithë brezat vazhdojnë të pëlqejnë? Si e ke ti atë? Unë për shembull rastisht shpesh herë në mesazhet e tipit o plak, të ndjek që në 2008-ën, 2009-ën jam rritur muzikë tuaj dhe shive këtë kingun e vogël ose këtë kingën e vogël. Që bë fëmijë, ë? Kanë bë fëmijë dhe po ngjojnë këngën të dy për shembull new school-i me old school-in, e kupton? Më e bukur shumë. Edhe ka dhe njerëz për shembull që kanë qenë edhe 30 vjeç, ato kanë pas fëmijë mbase plan për t'i bërë më shpejt. Më shpejt, edhe ato fëmijë për shembull kanë nga 5-16 vjeç, 18 vjeç që ngjojnë këngë tuaj makinë sepse fansi nëse llogarit, nëse ai është 18 vjeç, I bie që më ka linda pak a shumë në atë kohë. Në atë kohë kur të këndoje, po. Kur këndoje, kupton, kështu që. Mirë, kemi ardhur tek Alfa Show. Unë dua të di çfarë është Alfa Show për Noizin, I cili ka një album me këtë emër, ka koncert në Tiranë, ka koncert në Athinë, I rikthehet një koncerti në Athinë, 2 herë koncert në Tiranë, gjithmonë. Ka që dashur, sold out, plot, mira, qindra mira spektator. Tani është Alfa Show në Athinë. Në Athinë është për herë dytë, vitin e kaluar me bëm, ishte super I suksesshëm. 10 në shtator. Në shtator ishte, nuk I di, një sami me datat me emrat, janë katastrofë, por ishte gjaj suksesshëm, nuk habitem për shkak se është një kështu ka shqiptar pafund është ideja. Është një vend ku ka shumë shqiptar, që habitem, vetëm se energjia e koncertit në Athinë ishte e jashtëzakonshme për shkak se kisha shumë vite pa shku, edhe në ato për masa nuk është se ishte bërë ndonjëherë koncert me artist shqiptar. Në çfarë salli ishte kjo?
Ishte stadium basketbolli. Stadium basketbolli. Ishte shumë mirë, ishte shumë. Si bie mbi 20.000 veta? Jo 20.000 veta, poshtë 20-s, poshtë 15-s. Poshtë 15. Ishte lezetshëm. Po shumë janë shumë, si do qytet janë shumë. Jo, ishte magjike, bëra kur zbrita nga tavani. E kam parë një video kështu që zbrit No, pa ty do e bësh prap? Aty do realizosh prap? Nuk e di, do shohim shitjet e biletave si po shkojnë, nëse kalon 15 mijë, duhet me kalu vend tjetër, por që ishte një stadium aty në qendër të Athinës. Isha tani tek Robbie Williams. Ja po më ndihmon shoqja ime greke ta them si quhet. Çunci ka. Nëse flas që ishte një stadium shumë i bukur për ta realizuar. Nëse kalon 15 mijë, i bie ndroj që shkojmë diku tjetër se që ka më shumë. Është në kontratë kjo, po energjia atyre shqiptarëve atje është jashtëzakonshme. Mbas edhe nga fakti që janë ambientu pak më shumë ose janë bashku. Besoj ka dhe shumë grek që Po edhe grek ka shumë, kam bërë dhe këngë me këngë me grek. Para Argjeros kam bërë dhe me disa repista grek, nga Greqia, po njëri prej tyre është Light, për shembull, një tjetër që po bashkëpunoj tani është një djalë i ri quhet Rak. Po mirë, nëse do bësh mbas këtij koncerti vitin tjetër, do i quash Icon? Jo, shikoj, si përfundum ke Alfa dhe këto koncertet marrin u brandu, u bë gati si brand Icon. E bëra albumin, pastaj u bë shumë i fortë albumi, pati jashtëzakonisht shumë sukses, po vitin e kalum, para 2 vitesh a 3 vitesh. Që para 2 vitesh ka qenë i madh i fare, i pari, giganti. Jo, para 3 vitesh. 3 vitesh, në 2022-shin. Bravo. Edhe kjo është arsye pse ngeli Alfa Show, është një lider, një ndjesi e lider, një ujku që nuk është boss që rrin në pres tjerin ta tërheqin, por është një lider që është i pari. Ka qenë një koncert i jashtëzakonshëm. Unë aty kam qenë tek i pari. Jo se s'kisha interes për dytin, po me iden, pash të parin ka lënë shije dhe mbresa fantastike. Pati një koncert të dytë, edhe siç po kthehet për herë të dytë në Athinë, po dua të them, po më këtej nga Italia, nga Gjermania. Në Itali, faktikisht Greqia nuk e di se si azuri rradhën Italisë, por që plani ishte, më kujtu tani nuk kishin këto stadiume që kërkonim ne, ku ka marrë pjesë Alban Skënderaj më duket në Milano. Në Milano. Që bërë një super koncert, eksakt ai. Po super koncert ka qenë ai. Ishte e zënë komplet vitin. Komplet vitin. Ç'a thua? Kështu që detyrohemi ta bëjmë mbas verë diku ndoshta open air në Milano ose kishte San Siro një open air. Unë jam goc koncertesh edhe prandaj di dhe këto lokesh. San Siro kishte një hipodrom fantastik gjigant, aty ishte Justin Timberlake. Mund ta konsiderosh. Mund t'jap dhe kontakte. Still Argjirosi. Në farë mënyrë është ky Justin shqiptar sepse Justin është aktor, ky është aktor. Ishte super në qershor Justin Timberlake atje me një qershor. Mirë, Noizi, muzika jote krijoi biznesin tënd? Po. Tani kush është i pari? Po, akoma Noizi. Po muzika apo biznesi? Në çfarë kuptimin i pari? I pari në vëmendje. Për mu? Apo muzika sjell gjithmonë biznesin? Për mu? Për ty? Për mu është për herë muzika. Njerëzit e mi të afërt, familjarët e mi janë ke biznesi. Celularin e Noizit mos ka shkruar. Ua ka shkruar? Shife çka ka shkruar? Ka shkruar 4 mesazhe. 4 mesazhe, na ka marr 4 herë. Se po e shoh nga këtu që telefon. Is everything okay? I'm flying to Australia. The song is going crazy. Yes. Po shkon për në Australi, kënga po i çmend njerëzit. Çoj një foto time. Ja ta bëjmë një video selfie. Hello brother, I'm in Top Channel Albania Radio, sorry. And we are live. Agapi mu, Sagapo. Barcelona. Sagapo. Greetings, bro, from Albania. They want to have an interview with you, and I told them he's a great man. He will probably accept one time when he comes to Albania. Very welcome. Bye-bye. Ja këto i kalajnë, prandaj mi ndryshene. Prandaj mi ndryshene. Po thot Noizi që sigurisht që fokusi i pari në listën e gjërave që ti bën vetë gjithmonë muzika. Po fal muzikës erdhën gjitha. Por që fokusi për mu është ende muzika. E mendon ti kur bën një këngë që do fitoj kaq? Jo. Vetëm kur ndodhin bashkëpunime mund ta kuptosh për shembull, ose si mund duket motin që mëngjes. E kupton, qëllimi është pse jo të bësh lek me çdo këngë, por nuk është për herë ajo. Sinqerisht nuk është për herë vetëm ajo, ose nuk ma ndryshon dot suksesi një këngë në standardin e jetës.
Sigurisht. Noiza, ke ti një mentor apo është e gjitha aftësia jote, nuhatja jote, profesionalizmi yt, talent, idhuntia jotja për gjërat që ti bën, për muzikën, për aktrimin, për biznesin. Ke ti një njeri me cilin konsultohesh apo je Noizi all in? Se mendoj që mund të funksiononte kjo, jo vetëm me mua, po. Se mendoj që ka njerëz që Të kanë mësuar se çfarë duhet bësh, jo, ha? të mësojnë. Ka njerëz, ka. I don't know, nuk e di. Ato do të bëjnë për vete. Ti ke pas dikur baban tënd menaxher tënd? Apo Po. me sa di unë? E ke më apo jo? Jo, babi merr me ndërtimet e mia, për shembull, nga ana biznesit. Merr në biznesin tënd. Po, është një nga personat që për punën që bën, për punëtorin që është adhuroj, është jashtëzakonisht shumë punëtor, punon shumë, edhe është një nga persona që ja besoj gjitha, kupton, edhe prandaj punon, i ndërton unë flera hat është ideja, edhe për bizneset e mia që kam, prandaj nuk kam nevojë t'ja kem mendjen ke bizneset, se gjithë bizneset e mia koordinohen nga familjarët e mi. Jo. Edhe familjarë gjithë. Po. Unë i përshëndes prindit e Noizit, janë fantastikë. Kemi kaluar një drek në një nga lokalet e Noizit edhe janë. Kur vetëm babani jo. Jo dhe mami është yll, bjonde, babaxhane, mirë. E kam kushurinë. Oh, me që ujtova pse kam minipsen fier. Elioni, ai vdes. Kështu që ta përshëndesi Elën, imagjino kur ka qenë Noizi, se ka dhe kushurinë. Elio, të përshëndesim nga studio me gjithë Noizin. Kujt teston këngët para se ti nxjerrësh në treg? Kujt ja tregon këngët? Çunat janë parët që enjoynë, do rreth i parë janë shokët. Kujt i thot çunat? Shokët e bashkëpunëtorëve që jetojmë, se unë shok mund të them ty, po këto janë jo, me ata që jeton grupi. Orotëja do. Orino, të golok, se kanë ato, orino të golok, çuhet më. Otoringo laringolog. Thuaj. Otorino laringolog. Sigurisht janë ato që edhe marrin vesh nga. Po sigurisht e kuptojnë këtë. Ke kritik aty në grup? Ke ndonjë që thotë? Si jo. Ke kritik, Po si jo. Për shkak se prodhoj shumë dhe kam të tipit e ke thënë këtu atë. Më fal. Hiqe këtë se je përsëritur këtu, je ke përsëritje po. Të ndryshosh një gjë, i bie që të krijosh një gjë nga fillimi që ti përshtatet asaj. Dhe disa losme është. Po vëmë se tash edhe një gjë s'kuptoj unë. Çunat e dëgjojnë të parët, shokët e dëgjojnë të parët. Në i gocë ka aty apo s'kan vesh ato për mua, s'kan autoritet, si kishte ai? Ndoshta nëse është dikush që po më ndihmon për ndonjë artist që po më ndihmon për tekstin. Mund të qelloj goca, apo në goca momentalisht në tekste për tekste më mirë vajzat, më thënë drejt. Jo, nga poezia apo jo? Jo, s'o thotë gjë. S'o thotë gjë? Ti poezi ti bën vetë poezi apo jo? Po, gjitha. Po kështu je i mirë në pult këto, di të bësh këto gjërat? I di gjitha se çfarë po bëjnë, kur e shoh një producent tim që po punon i di gjitha ose çfarë lloj producenti po. E di çfarë po ndodh domethënë. Di. E kam parasysh gjithë fushën e muzikës. Shiko, un s'do të them un prayer, po ideja është që un përfshihem shumë muzikën time. Mos them. Ato e ndjejmë ne dëgjuesit dhe fansat. Përveç edhe pse producenti bën muzikën, po ta garantoj me jetë që 99% rasteve unë jam përzidhe ke muzika, sikur gjë më të vogël. Që i jep një ndryshim. Fut shihen tënde patjetër. Shumë nuk është çështë vetëm shije, po është është puna se kur thashë fut shihen që jetë ti do të çik më shumë kripja apo jo. Muzika ti jep hapësira për shembull të bësh gjëra edhe pse nuk janë në rregull muzikalisht, nuk janë korrekt muzikalisht. Po ta bësh nuk është keq për shembull shpesh herë ndodh. Për dëgjuesit. Po ndodh argument me producentin tim thotë është shumë çuditshme thotë Engli, cili përshëndesim thotë, sepse ti për shembull i bën ca gjëra që nuk janë rregull muzikalisht thotë, por veshë ta pranon. Ose do thotë ne me shkollë nuk e pranojmë të thotë, po është e bukur. Është e bukur. Këtë kuptim nga ato që Ones, po mirë, se jam kurioze. Domethënë me thënë ty një kompozitor, një producent tjetër që kam një super këngë për ty, kam një realizim fantastik dhe dua ta. Mezi pres ndodhi kjo. S'ndodh? Jo, unë do doja shumë për shembull producentët e mëdhenj, se nuk mund të presun tani çdo person që ka bërë një këngë për ty, jo. Po, s'mund të presun tani beatmakers e mund të them kompozitor Adrian Hila flas për këto, që duhet ta shty veten tjetër vetë, son të punoj me një person që bën rap, do jetë për mua do jetë një këngë tjetër rap. E kuptoj. Do të bëj gjëra që bëj rrallë, është ideja, kupton? Nëse ndodh. Nëse një nga këto producentë do më kishte thirrur, po mendoj legjendar shqiptar që kemi.
Po thua edhe për këtë brezin e festivaleve. Po Adrian Hila. Atë Hila është kompozor shumë mirë për shkak. Po për shembull Adrian Hila ka bërë Mr. Yesterday dhe Fly. Po. Mr. Yesterday. Po Panarosi. Se di. Po edhe vllai Salsanos është kompozitor Po shumë. me si dhe ka. Po është. Vllai im është këngëtar natyrë tjetër, nuk është natyrë noisy. Është natë me melodia e është interesante. old school. Po do isha habit se çfarë mund bëjmë me kështu lloj eksperimente. Vërtet? Po si jo. Do ta sugjerojmë atëre. Mirë, ne do kalojmë tek noisy aktor. Unë se të kalojmë pas pak tek noisy aktor. Ose do ta lë noisy unë, kaloni 100 punë me Artu Tiki tani. Do ri noisy, do ri me ne sot. Do ri me ne. Do flem ke noisy sot. Do flem noisy ke ne. Po s'ka bërë një super. Jo, mos trego, mos fol për atë. Mos fol. Mos më rri mua, e di ti. Po mos ty. Mirë, pas pak do të flasim për noisy aktorët. Domethënë je gati për të bërë dhe i film të ri tani apo jo? Po, ka filluar xhirimet? Jo, me datë 17-20 kamrat, 17 nëntor. 17 nëntor. Mirë, do flasim për këtë sepse prap Derim Destani, Derim Destani është një nga aktorë kryesor, por janë shumë aktorë tjerë, shumë të mëdhenj gjerman. Gjerman. Shqiptar. Do na sta hape punë ne aktorëve. Biles nuk jam i me emra si tash, po bëhem gati që mbas publicitetit besoj. Edhe lajmeve të orës 7. Do you provide Do na tregosh, do na i emrat që do marrin pjesë në film. Po. S'do i tregosh mikrofon, do i tregosh kështu off. Shive kthem mesazh këtu. Thank you so much guys. Thank you. Really appreciate it. Kthej nga kamera ndaj. My brother. I'm sending you my Okay. Thank you so much guys. Thank you. Really appreciate it. Legend, Noisy, my brother. I'm sending you my love guys. Can't wait to meet you. Can't wait to meet you. Maro punë me Australinë. Po unë gjite me shqiptarët si ikën dot. Edhe një tjetër që të bëjmë thirrje për gjithë ata që duan të jenë në koncertin e Noisit në Athinë në datë 20 dhjetor, biletat janë ende në shitje, po ju duhet nxitoni se pastaj e di un punën e shqiptarit që i le për moment fundit. Shumë shpejt shkon sold out, bëuni gati në 20 dhjetor në Athinë për locationin do t'ju mbajmë të updateuar se Noisi do më shkruajmë mund, do e them radio edhe kështu me radhë do t'i japim jo. Vetëm pas pak do flasim për Noisin aktor. Noisy aktor. Na sfumoi dhe në aktorën duke e shoh. Na se do.